Gjatë 24 orëve të fundit për shkak të rreshjeve ka pasur problematika në disa prej akseve nacionale në qarkun e Korçës. Shefi i sektorit të qarkullimit në Drejtorinë Vendore të Policisë së Korçës, Klement Pikuli, tha se për shkak të shkarjeve të dherave dhe inerteve ka pasur probleme në akset Ersek-Leskovik, Qaf-Ploç-Qukës dhe Maliq-Lozhan, por me ndërhyrjen e firmave nën-kontraktore situata është normalizuar. Në aksin rrugor Ersek-Leskovik, në vendin e quajtur Gropat e Gëlqerës, ku për shkak të rreshjeve ka patur prurje të inerteve dhe të aluvioneve në rrugë. Pashtu problematikë është shfaqur në aksin rrugor Qaf-Ploç-Qukës në segmentin mbi fshatin Rëmënj, ku për shkak të rreshtjeve ka pasur rrëshqitje të dherave dhe prurje të inerteve në aksin e rrugës. Problematikë ka pasur sot në mëngjes në aksin rrugor Maliq-Lozhan, ku ka pasur prurje të dherave, shkarje të skarpatës dhe bllokim të aksit. Sipas Pikulit, probleme ka pasur edhe në akset e tjera rrugore, ku më e rënd situata paraqitet në Devoll, ku kemi dalje nga funksioni të urës. Problematika tjera të vogla ka pasur në rrugët lokale në zonën e Devollit, në rrugën që lidh fshatin Qet me qendrën administrative Miras, si dhe në rrugën që lidh fshatin Arës me qendrën administrative. Ku në të dy rastet kemi dëmtime të këmbëve të urave dhe urat janë bërë të paqarkullueshme për mjete. Janë bllokuar në ana e Bashkisë Devoll, po merren masat në komunikim me autoritetet për zgjidhjen e këtij problemi. Problematika të vogla ka pasur edhe në akset e zonave malore.